Pas arrestimit të avokatit Ulian Bajrami, i cili akuzohet se ka kanosur për shkak të detyrës të prokurorin Gjergji Ceka, dhoma e avokatisë në Mbarvendin ka kaluar në një bojkot 5 ditor. Bojkoti nis nga sot data 20 dhe do të përfundojë në datën 25 tetor. Nga ky bojkot përjashtohen seancat që kanë si objekt caktimi, ndryshimi, zëvendësimi dhe shuarje të masave të sigurisë. Ky vendim i dhomës avokatisë vjen pas arrestimit të avokatit Ulian Bajrami, 2 ditë më parë pas një përplasje në sallën e gjyqit në Elbasan, mes avokatit dhe prokurorit të çështjes, Gjergj Ceka. Bëhet fjalë për 14 persona të arrestuar më 13 tetor në një lokal në Elbasan, disa prej të cilëve ishin të armatosur. Mes të arrestuarve ishte edhe Maksim Suçi, klienti i avokatit Ulian Bajrami. Gjithsesi kjo situatë prek drejt për së drejti qytetarët, të cilëve u shtyen seancat gjyqësore dhe mbeten pa shërbim.